Trafiku në qytetin e Pogradecit vijon të jetë i rënduar dhe në ditët pas përfundimit të festave të fundvitit duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, veçanërisht në akset hyrëse dhe dalëse të qytetit. Fluksi i lartë i automjeteve lidhet kryesisht me kthimin e pushuesve dhe vizitorëve që kanë zgjedhur zonën liçenore për të kaluar ditët festive, si dhe në rikthimin e aktivitetit normal pas pushimeve. Situata është përkeqësuar edhe nga prania e ngricave në disa segmente rrugore, kryesisht gjatë orëve të mëngjesit dhe të mbrëmjes si pasojë e temperaturave të ulta. Kjo ka bërë që qarkullimi të zhvillohet me shpejtësi të reduktuar, ndërsa në disa zona janë regjistruar rrshqitje të lehta të mjeteve, duke shtuar rrezikun për aksidente dhe vonesa. Sipas vëzhgimeve në terren, radhë të gjata mjetesh janë krijuar në zonat pranë qendrës së qytetit dhe në rrugët kryesore lidhse, ndërsa drejtuesit e automjeteve detyrohen të lëvizin me kujdes të shtuar. Policia rrugore dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren për menaxhimin e trafikut dhe monitorimin e situatës, duke u bërë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, të mbajnë distancë sigurie dhe të tregojnë kujdes të shtuar për shkak të kushteve atmosferike. Autoritetet apelojnë që qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme gjatë orëve të pikut, kur është e nevojshme, dhe rrugët alternative, ndërsa theksojnë se situata pritet të përmirësohet gradualisht me rritjen e temperaturave dhe normalizimin e fluksit të automjeteve.